Prokuroria pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Shkodër përfundoi hetimet dhe dërgoi në gjyq një punonjës të policisë së shtetit, kryeinspektorin e Inspektoratit të Mbrojtjes së Territorit IKMT edhe 2 inspektorët për veprat penale shpërdorim detyre dhe moskallëzim krimi. Në kuadër të hetimeve në fshatin Pistull dhe Paçram të njësisë administrative Hajmel, Bashkia Vaudeos, po bëhen ndërtime pa leje dhe se këto shtetas janë favorizuar nga punonjësi policisë në Komisariatin e Policisë Vaudeos edhe nga inspektorët e IKMT. Në përfundim të hetimeve rezultuan të provuara elementët e veprës penale të dyshuar dhe u morën të pandehur shtetasit. AD, punonjës i policisë së shtetit me detyrë ndihmës specialist i policimit në komunitet, pranë Komisariatit të Policisë Vaudeos, i akuzuar për kryerjen e veprës penale moskallëzimi krimit, për kryerjen e veprës penale të shpërdorimit detyrës. ML, në detyrë, kryeinspektor pranë IMT së Bashkisë së Vaudeos, i akuzuar për kryerjen e veprës penale të moskallëzimit krimit dhe shpërdorim detyre. JM me detyrë inspektor pranë IMT në Bashkinë Vaudeos, e akuzuar për kryerjen e veprës penale të moskallëzimit krimit dhe shpërdorimit detyrës. DL me detyrë inspektor pranë IMT-s në Bashkinë Vaudeos, e akuzuar për kryerjen e veprës penale të moskallëzimit krimit dhe shpërdorimit detyrës, edhe BD i akuzuar për kryerjen e veprës penale, veprim që pengon zbulimin e së vërtetës, sipas parashikimit të nenit 30 i Kodit Penal.